Jam shumë e lumtur, Prishtina e ka jetën shumë të bukur dhe ka një energji shumë të mirë. Ky park e ka mbajtur identitetin, pemët, ato më pëlqen shumë. Po të shohim se sot ke dalë në këtë park, sa shpesh dal? Dal 2 herë në ditë në këtë park. Është një park shumë i bukur dhe kemi zgjedhur vetë apartamentin këtu afër për këtë park. Është një park shumë natyral dhe shumë cilësisë mirë, edhe cilësia e pemëve dhe ajri më pëlqen shumë, më duket shumë e mirë. Sa mendon që është në gjendje të mirë ky park? Unë them që është në gjendje të mirë mbajtur dhe po ta krahasosh me parqet kudo nëpër vendet e Europës, është një park me kualitet të mirë. Ka pasur një problem se ka pasur shumë qenë të rrugës, edhe tani me investimin që bëri Komune e Prishtinës që i mblodhi, dhe shpresoj të jenë mirë atje ku janë, është bërë dhe më i frekuentueshëm dhe më i sigurt. Thua që po dal 2 herë në ditë në këtë park. Nuk ke rastis me pa më nga qendret e ndacak, apo jo? Ka pak, po janë të pa rrezikshëm dhe janë të administrueshëm nga banorët. Unë kam një qenë vetë edhe ishte shumë e rrezikshme kur të dilja me qenë, se ata ishin një trup e madhe. Ishin miqësor me mua, apo ishin agresiv me qenin. Mua më pëlqen shumë, është shumë natyral sepse edhe kjo tendenca për t'i rinovuar vazhdimisht e humbi identitetin. Domethënë ne duhet t'i rregullojmë gjërat tona, po t'ja humbajmë identitetin, sepse Europa dhe bota ka treguar që vlera është jo vetëm te restaurimet, po edhe te identiteti. Ky park e ka mbajtur identitetin, pemët, ato më pëlqen shumë. Mirë, po sa mundesh me vrej dallimin prej atëherë kur qendret e ndacak kanë qenë pjesë të këtij parku, ndërsa tash është bërë haloma e frekuentume. Është shumë më i sigurt, sepse kishte edhe fëmijë të vegjël. Dhe problemi ishte edhe ne kafshdashëve, sepse ju ushqenin. Dhe ata kur ushqen, në tupë bëhen agresiv. Nuk ishte problemi vetëm i qenëve, ishte edhe i njerëzve. Por, megjithatë ishin qenë miqësor dhe shpresoj që atje ku i kanë shpënd të jenë mirë, sepse më vjen keq edhe për ata se kam një qenushë vetë. Faleminderit shumë, kalofshi ditë sa më. Është kënaqësi që sa e shëtis në këtë park është kënaqësi e madhe. Dhe shoqet e mia që marr që nuk e njohin Prishtinën, kur i sjell në këtë park ndjen gëzuara. Mënyra se si janë mbjell pemët, mënyra se si është administruar kjo komplet është shumë i bukur. Prej cilit vend jeni ju? Nga Tirana. Prej Tiranës, një ardhur në Kosovë. Po, Ç'so? Kam një vit që jetoj në Prishtinë. Ç'është po duket me krahasu Prishtinën me Tiranën? Jam shumë e lumtur, Prishtina e ka jetën shumë të bukur dhe ka një energji shumë të mirë. Faleminderit. Edhe më të mirë jeni juve të rinjt. Faleminderit. Jeni të bukit edhe ju dhe shumë sjellshëm.